Atëherë ndodhen dy gjëra për mendimin tim, po më intereson mendimi yt. I pari është një proces krejtësisht i paprigaditur nga ana jonë, nga ana e Kosovës, hym krejtësisht paprigaditur në proces negociacion, pranojmë prapakthim dhe kësaj mund t'i atribuojmë mos përgatitjen, mos njohurinë e tjera, mos konsultimin. Por paralelisht me të, fillon një presion i jashtëzakonshëm ndaj Kosovës me raportin Dik-Marti dhe me idenë, dhe kjo është hera parë që mbaj mend unë Spaku në proceset negociatore, që në të njëjtën kohë zhvillohet një proces negociator në të cilën njëri prej negociatorëve është po shndrohet edhe në të akuzuarin kryesor të atij procesi. Po dhe Hashim Thaçi, bas fjalëve që më ka thënë, kur i ka thirrë ambasador të grupit kontakte, gjithsesi Quintet, se atë Rusia s'ka qenë, ka qenë këto pranishme dhe është sot eksajtivi, po jo me atë rënë që ka pas me në grup kontakte, dhe i ka thirrë, ka thënë, mas ti raportit Dik-Martit, a duhet me dhonë ndërheqjen, a duhet me ndajt, a shka duhet me ba. Po kështë delja ka fillu i parë, ka thënë, jo, ti duhet me ndajt. Tash ajo ka qenë pak problematike, sepse normalisht presioni ka qenë shumë i madh, sepse raporti Dik-Martit është tepër i rënd në substancë, thotë shqiptarët, UÇK-ja kanë qenë të angazhuar në trafikim me organe njerëzore, sepse ky është më e rëndësishme. Shumë vite më vonë. Akuza Frankenstein. Po, akuza Frankenstein. Shumë vite më vonë ata realizoi librin e kujtimeve të Bob Gatesit, sekretarit mbrojtës. Dhe aty do ta gjejë që kjo çështje e trafikimit të organeve është akuzë vazhdueshme ka qenë gjatë kohës Bashkimit Sovjetik. Të rusëve ndaj amerikanëve të atjeve. Të naciat i kemi bë, po jo të trafikim të organeve kemi bë. Do të shihet që është një model që Konstantin Kosaçevi, i cili ka qenë i pari që e ka përgatitur këtë, e ka përdorur bazë një parimi që ka ekzistuar në politikën ruse. Një modeli i shërbimeve sekrete. Sepse trafikim të organeve të e fashme shtëpia e verdh, as kam edhe këta mjekët serb që kanë pasur integritet, thonë s'ka shansa me bë trafikim të organeve. Gjithsesi në prerje të organeve, dërgim në Itali, çka po din çasi kushte. Po, akuza ishte shumë e rëndë, dolën mediat ndërkombëtare që diçka e tillë po bëhet dhe prap hupet momentumi, si të nesit të faktorit ndërkombëtar. Ne kemi hup momentum se ndoshta dash me thonë prej ditës parë, edhe Dik-Marti marrën në Kosovë, unë na çka po dëm prej nesh, që ku jemi, nuk kemi frikë sepse kjo është akuzë me vërtet e kot, edhe e dyta, e tham disa herë, Peter Fajthi, edhe amerikanët e tjerë kanë mund të thënë, kemi Euleksin, kemi ICO-n këtu, mund ta bëjmë një gjykatë speciale në ku do doni, në Bond Stilla, ku do qoftë. Do thotë, s'është problem edhe po e bëjmë gjykatën speciale, po i heqim se ishte një hije e madhe mbi shtetin e Kosovës. Që është sot e kësaj dite me gjykatën që ndodh në Hag. Atë prandaj është dashur, po them të ketë një farë koordinimi më të mirë midis nesh edhe atyre. Do të thotë për këtë dialog na vetë trajtum. Hynëm në dialog pa qenë kategorik që ky dialog duhet të zhvillohet vetëm për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë.